Menaxhimi i mbetjeve urbane të Tiranës nuk do të bëhet më nga kompanitë private, por nga një ndërmarrje publike. Bashkia e Tiranës ka vendosur të ndjek shembullin 15 vjeçar të Veronës, që i beson menaxhimin e mbetjeve një ndërmarrje publike, e cila është pjesë e bashkisë. Marrëveshja e firmosur mes kryebashkiakut Erion Veliaj dhe homologut Flavio Tozi parashikon që në ndërmarrje të aplikohen praktikat që ndiqen në Bashkinë e Veronës nga grupi AMIA dhe AGSM. Një ndërmarrje publike e Bashkisë Tiranës dhe Bashkisë Veronës do të menaxhojë në pjesën qendrore të Tiranës së gjithë çështjet e pastrimit, do të fusim konceptin e riciklimit, e ndarjes së mbetjeve dhe besoj që do të sjellim fillimin e një kulture të re ku publikja nuk shihet më si një gjë e shtetit dhe një gjë që menaxhohet keq, por shihet si një gjë që menaxhohet mirë, ndonjëherë, siç është në rastin e mbetjeve në Tiranë, ndoshta menaxhohet edhe më mirë se sa privat. Kryetari i Bashkisë së Veronës, Flavio Tozi, i cili rikthehet për herë të dytë në kryeqytetin e Shqipërisë, vlerësoi homologun Veliaj për punën e bërë deri më tani. Mi complimento per la scelta, perché noi a Verona appunto abbiamo questa. Kam ardhur edhe vitin e kaluar dhe sot më jep edhe më shumë përshtypjen e një qyteti të gjallë në rritje. Ju përgëzoj, sepse që tani shihet një qytet më i rregullt dhe më i organizuar se disa muaj më parë. Ndërmarrja AMIA në qytetin tonë ashtu si kudo, konkuron me privatin, ndaj edhe qëllimi i këtij bashkëpunimi duhet që të jetë pikërisht futja e praktikave më të mira të grupit AGSM dhe AMIA, në mënyrë që edhe Tirana të mos ketë nevojë për Veronën, por të ndërtojë një menaxhim të saj, të ketë aftësitë e saj organizuese, ashtu siç duhet të jetë. Deri më tani grumbullimi i plehrave të Tiranës është bërë nga 4 kompani private që e kishin ndarë kryeqytetin në 4 rajone për menaxhimin e plehrave.